Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra kundër të tjera, sot do të ndiqni. Periudha 1-4 Korik 2025 do të shënojë organizimin e Kongresit të Kërkimeve Shkencore dhe Akademike në Universitetin e Gjirokastrës. Është një organizim në partneritet me një universitet turk ku do të përfshihen disa fusha që nga ato sociale, shëndetësore, ekonomike dhe deri tek artet e bukura. Një çift vizitorësh nga Kina po qëndron prej disa ditësh në Gjirokastër të tërhequr nga historia dhe arkitektura unike e qytetit të Gurtë. Të interesuar për mënyrën e jetesës së banorëve dhe trashëgimin kulturore, ata po eksplorojnë vendin me admirim dhe kureshtje. Vizita në Shqipëri është për ta një përvojë e veçantë që duan ta ndajnë edhe me miqtë e tyre. Udhëtimet në skafe janë kthyer në të preferuarit e turistëve të huaj për shkak të cilësisë dhe sigurisë së shërbimit që po ofrohet çdo ditë vizitor nga vende të ndryshme të botës, po preferojnë tur editore nëpër plazhet e Sarandës. Charlotte Pelinku është shqiptarja që erdhi nga Franca për të garuar në konkursin muzikor Tempo, i cili po mbahet këto ditë në Gjirokastër. Ajo konkuroi në disiplinën violin duke realizuar ëndrrën e saj për të interpretuar një herë në Shqipëri. Ju njohim tani më gjerësisht. Periudha 1-4 Korik 2025 do të shënojë organizimin e Kongresit të Kërkimeve Shkencore dhe Akademike në Universitetin e Gjirokastrës. Është një organizim në partneritet me një universitet turk ku do të përfshihen disa fusha që nga ato sociale, shëndetësore, ekonomike e deri tek artet e bukura. Studiues nga vende të ndryshme të botës pritet të bëhen bashkë në Kongresin e Kërkimeve Shkencore dhe Akademike që do të mbahet në Gjirokastër. Ky organizim vjen si bashkëpunim i Universitetit e Qremçabej dhe Karamanlu Mehmet Bey University në Turqi. Janë disa fusha që përfshihen në këtë kongres, si shkencat shëndetësore dhe mjekësore, shkencat sociale dhe humane, shkencat edukative, shkenca e sporteve, arte të bukura dhe shkenca ekonomike dhe administrim publik. Dhe është një punë e jashtëzakonshme që bën Universiteti i Gjirokastrës së bashku me partnerët turk, të cilët do të vinë me një delegacion në Universitetin e Gjirokastrës dhe në rajonin e Gjirokastrës. Duke qenë se kjo është një universitet i rankuar në vendet e larta në botë, për sa i përket rankimit ky universitet, ka dhe një PR të jashtëzakonshëm. Reklama që i bën ky universitet është një gjë jashtëzakonisht e mirë dhe në kohën e dur. Pra sfidat me këtë universitet na bashkojnë. Janë sfida të qëndësishme, janë sfida që i përcaktojnë çdo shoqëri dhe që edhe komuniteti akademik duhet t'i japi peshën dhe duhet marrë përgjegjësitë e veta në këto sfida. Nga universiteti partner në cilësinë e kryetarit të kongresit, profesor Tahir Daxhi fton të gjithë shkencëtarët, studiuesit dhe akademikët nga Shqipëria, Turqia, rajoni e Mëgjer të bëjnë pjesë me punimet e tyre. Në kongresin tonë marrin pjesë akademik, ekspert nga vende të ndryshme të botës. Kam kënaqësi t'ju ftoj ju shkencëtar në kongresin që do të zhvillohet në Gjirokastër të Shqipërisë. Kongresi do të shtrihet në 4 ditë duke nisur nga data 1 Korik. Një çift vizitorësh nga Kina po qëndron prej disa ditësh në Gjirokastër, të tërhequr nga historia dhe arkitektura unike e qytetit të Gurtë. Të interesuar për mënyrën e jetesës së banorëve dhe trashëgimin kulturore, ata po eksplorojnë vendin me admirim dhe kureshtje. Një çift nga Kina, Shoin Ye dhe Giana Yao, kanë zgjedhur të vizitojnë Shqipërinë duke përfshirë në itinerarin e tyre dhe qytetin historik të Gjirokastrës. Të apasionuar pas kulturave të huaja, ata kanë qëndruar prej disa ditësh në qytetin e Gurtë, duke marrë kohë për të njohur më nga afër jetën e përditshme të banorëve dhe bukuritë që ofron ky vend unik. E zgjodhëm Gjirokastrën sepse është një ndër qytetet më të veçantë të Shqipërisë. I ndërtuar i gjithë vendi me gur të mahnit. Është era e parë që e vizitoj dhe kam ngelur shumë e impresionuar. E zgjodhëm Gjirokastrën pasi ky është një vend i mbrojtur nga UNESCO. Donim ta vizitonim, na pëlqeu shumë nga fotot që kishim parë. Është një mrekulli e ndërtuar prej guri. Jemi shumë të impresionuar. Çifti shpreh i mahnitur nga arkitektura karakteristike dhe historia e pasur e Gjirokastrës. Ata e njohën këtë si ndër qytetet më të bukur të Shqipërisë, të ndërtuar me gur. Dhe pikërisht kjo veçanti i shtyu ta vizitonin. Kemi shumë interes për historinë e Gjirokastrës, por gjithashtu duam të njohim edhe vetë vendin. Në fakt, kemi udhëtuar nga jugu drejt veriut dhe tani po kthehemi përsëri nga veriu në jug. Është era e parë që vim, por kemi në plan të kthehemi,
sepse ka ende shumë vende që nuk i kemi vizituar. Për ta Gjirokastra mbetet një nga ndalesat më të veçanta, një vend ku historia, natyra dhe mikpritja shqiptare krijojnë një përvojë që nuk harrohet. Udhëtimet me skafe janë kthyer në më të preferuarit e turistëve të huaj, për shkak të cilësisë dhe sigurisë së shërbimit që po ofrohet çdo ditë vizitor nga vende të ndryshme të botës, po preferojnë ture ditore nëpër plazhet e Sarandës. Turistët që preferojnë xhirot me skafe nëpër plazhet e ndryshme të Sarandës janë të shumtë. Sipas shitësve të biletave gjatë këtyre muajve, çdo ditë ka patur vizitor nga e gjithë bota që frekuentojnë udhëtimin me skafe. Kjo fal edhe cilësisë dhe sigurisë së shërbimit. Turistat ngelin të kënaqur kur kthen nga Gujda, na thonë që jemi shumë të kënaqur, qoftë nga udhëtimi që bëjnë me skafe nga shëtitja, qoftë dhe nga pritja e kulturuare e këtyre. Ka patur polak, ka patur gjerman shumë, ka patur pak kinez dhe të ndryshëm, turistat të ndryshëm ka patur në këtë, po nuk kanë qenë dyndje madhe, ka qenë pak e minimizuar se ka qenë dhe koha në disfavor. Turistët që kanë dominuar në këto muaj janë polakët, gjermanët e nga vende të ndryshme. Kryesisht janë grup mosha të ndryshme që preferojnë turet me skafe nëpër plazhet e mrekullueshme të detit jon. Në përgjithësi vinë që nga mosha 18 vjeç e lartë deri në moshën 50 vjeç, po ka patur dhe grupe të moshuar grupe gjerman që kanë dëshirë të udhtojnë me skafe. Edhe shkojnë në plazhe të bukur, plazhe të virgjer, Në Krorës be dhe një pushim rreth 3 orë aty ka restorante me çmime të arsyeshme. Dëshira për të parë dhe eksploruar një vend të ri, tashmë mjaft të reklamuar edhe nëpër mediat e huaja, është ajo çka i sjell turistët në vendin tonë. Ksamili nuk është vetëm një destinacion i preferuar për pushime, por po kthehet edhe në një mundësi të mirë punësimi, sidomos gjatë sezonit turistik. Gjatë verës, shumë të rinj, jo vetëm nga Shqipëria, por edhe vende të tjera zgjedhin të punojnë në këtë zonë. Një ndër ta është edhe 26 vjeçari Aziz Faisal nga India, i cili prej më shumë se një viti është pjesë e stafit në një biznes anës detit në Ksamil. Gjatë viteve të fundit, Ksamili është jo vetëm një nga destinacionet më të bukura bregdetare të Shqipërisë, por edhe një qendër e rëndësishme punësimi gjatë sezonit turistik. Shumë të rinj nga qytete të ndryshme të vendit, por edhe nga jashtë Shqipërisë, zgjedhin çdo verë të punojnë në sektorin e turizmit në këtë zonë. Një nga këta të rinj është edhe 26 vjeçari Aziz Faisal nga India. Ai ka zgjedhur të vijë dhe të punojë në Ksamil për herë të parë vitin e kaluar dhe tashmë është pjesë e stafit të një prej bizneseve buzdetit. Jam nga India dhe prej më shumë se një viti e gjysmë jetoj dhe punoj në Shqipëri, konkretisht në Ksamil. Arsyeja pse zgjodha të vi këtu është shumë e thjeshtë. Shqipëria më duket një vend i mrekullueshëm. Ka një natyrë të jashtëzakonshme, qetësi dhe një atmosferë që më kujton vend pushime të njohura si Maldivet, që për ardhes time nuk kam ndier asnjëherë dëshirën për të larguar, sepse ky vend më ka bërë të ndihem si në shtëpi. Ai rrëfen se në Indi ka punuar në një fushë tjetër, por në Shqipëri ka kaluar në sektorin e shërbimit ku ka mësuar shumë dhe është përshtatur shpejt me ritmin e punës sezonale. Për të Ksamili, nuk është vetëm një vend i përkohshëm pune, por një vend ku ndihet mirë, i respektuar dhe pjesë e një komuniteti. Kur erdha për herë të parë në Shqipëri, nuk e dija çfarë më priste nga puna. Në Indi kam punuar një sektor krejt tjetër, por këtu e kam ndryshuar drejtimin dhe tani jam pjesë e industrisë së turizmit dhe shërbimit ndaj klientit. Ky ndryshim ishte një sfidë në fillim, por shumë shpejt u bë një mundësi e mirë për të mësuar diçka të re. Të punosh në Shqipëri për mua është një eksperiencë pozitive. Këtu puna është më e qetë dhe më e organizuar. Njerëzit janë shumë të hapur, më të sjellshëm dhe e vlerësojnë shërbimin e mirë. Më pëlqen mënyra si komunikojnë me klientët, si i trajtojnë me kujdes dhe respekt. Kjo më ka ndihmuar të përmirësoj dhe veten time. Rasti i 26 vjeçarit nga India nuk është i veçuar. Çdo vit një numër gjithnjë më i madh të huaj, kryesisht të rinj nga Azia, Afrika dhe disa vende të Europës lindore, vinë në Ksamil e zona të tjera bregdetare për të punuar gjatë sezonit veror.
Ky fenomen është një tregues i zhvillimit të turizmit në vend dhe i nevojës për fuqi punëtore të kualifikuar në shërbim. Charlotte Pelinku është shqiptarja që erdhi nga Franca për të garuar në konkursin muzikor Tempo që po mbahet këto ditë në Gjirokastër. Ajo konkuroi në disiplinën violin duke realizuar ëndrrën e saj për të interpretuar një herë në Shqipëri. Është lindur e rritur në Francë nga prindër shqiptar, por ëndra e saj ishte të interpretonte të paktën një herë në Shqipëri. Kjo është arsyeja pse Charlotte u bë pjesë e konkursit Tempo që po mbahet këto ditë në Gjirokastër, ku ajo konkuroi në violin. Pas përfundimit të fazës së parë, Charlotte mori çmimin absolut, i cili e çon atë në natën finale. Babi im nuk është muzikant, po e ka shumë qef Shqipërinë, është nga Tirana, edhe mami im, edhe unë linda në Versailles, në Francë, po doja për me lujt vetëm një herë në Shqipëri, edhe e gjejta këtë konkurs edhe u prezentova. Si shkoi konkursi? Shumë mirë, një çik emocion, por është normale edhe shumë mirë. U kënaqa. Fitova një çmim, edhe do luj çmimi i parë, edhe do luj në final, në nata e finalit. Aktualisht vijon studimet në Zvicër dhe thotë se violina është bashkëkollëtarja e saj më e ngushtë. Punoj çdo ditë. Po është si një konfident, është si një best friend, e kam edhe si spiritualitet, çdo ditë e kam në dorë. Në Zvicër jam në bachelor, edhe hyra në një master 1 me orkestr. Fitova një stazh në Sinfoneta, është në Zvicër. Profesori im është Renaud Capuçon, është një prof e njohur në Francë, është super solist. Edhe kam një trio, klarinet, piano, violin, edhe bëjmë konkurs kështu çdo vit edhe kështu. Lidhjet e saj me Shqipërinë i mban duke ardhur 2 herë në vit, ku këtë herë ajo pati mundësinë të shihte nga afër edhe Gjirokastrën. Pushimet e verë, për me bo plazh, kështu gjona, kam një shtëpi në Tiranë edhe vi 2 herë në vit. Gjirokastra si të dukte? Shumë e bukur. Me shumë histori, u kënaqa shumë, e pash një çik edhe shumë e bukur. Konkursi Tempo solli në Gjirokastër 175 fëmijë të rinj nga Shqipëria, Kosova dhe Malizi. Galeria e Arteve, muzeu i cili ka në brendësi të tij një sër pikturash të ekspozuara nga piktorë të ndryshëm, është kthyer tani më në një prej destinacioneve më kryesore për turistët e huaj në Sarandë. Gjatë kësaj periudhe, vizitorët që kanë vizituar këtë muze kanë qenë të larmishëm. Galeria e Arteve, e cila ofron shumë forma të perceptimit të mjedisit përmes pikturës dhe skulpturës, është një prej aseteve më të frekuentuara nga turistët. Drejtori Lefter Qeko shprehet se numri i vizitorëve është çdo ditë në rritje, kryesisht grupe turistësh të huaj, vendas por dhe grupe shkollash. Kishte një gjallëri, shumëllojshmëri vizitorësh, që nga nxënësit e shkollave, të moshave të ndryshme, vizitorët e grupeve të huaj, pushuesit e vendit, familjarët që vinë për të shtunë të diel nga Tirana dhe nga qytetet përreth. Pra, ku muzhin, galeria që në mëngjes, që nga ora 9 që hapet deri në 7 të darkës që mbyllet. Edhe karakteristika është që me vëmendje vizitorët dhe me ëndje të madhe i shikojnë veprat një nga një për atë që ka mbartin, me ngjyrat e tyre, me format në skulptur, tematikën e viteve të kaluara, ose këto të krijuara rishtas. Pra, veprat që ishin në bazë të një kodi të sistemit të mëparshëm dhe këto të krijuara rishtas. Turistët që ndalojnë në këtë galeri mahniten dhe kuriozohen për të parë pikturat dhe skulpturat e piktorëve të njohur. Ndërkohë, vizitorët që dominojnë më shumë janë nga vendet skandinave. Po e bukura është që ndalojnë shumë në për portretet e skulpturës, në portretet e pikturës, se këto mbartin psikologjinë e kohës, të shoqërisë atërshme dhe këto të tanishme. Po të shikosh librin e përshtypjeve, kemi turistët nga vendet skandinave. Ata vinë 2 nga 2, 4 nga 4 dhe
që në fillim sa hynë në galeri mund të marrin edhe kohë më të zgjatur se shikojnë me ëndje, edhe kur bisedon me ata dhe pyetjet që bëjnë dhe përgjigjet që marrin dhe thonë politika, estetika, arti, krijimi, pra midis tyre vizitorëve janë dhe intelektual që nga pamja jashtme duken njerëz shumë të thjeshtë, po mbartin, kuptojnë dhe përcjellin vlerat që ka ky qytet i dritës së diellit dhe i gumëzhitjes. Në qytetin e Sarandës, Galeria e Artit është bërë tashmë pjesë e ofertës turistike gjatë 365 ditëve të vitit. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshim.